shoqëria duhet të jetë vigjilante në veprimet e pjesëtarëve të saj. Sepse një pjesëtar i saj, nëse vepron pa përgjegjshëm, nëse i tejkalon përgjegjësitë e tij, nuk i bëhen dëm vetëm atij pjesëtari, po i bëhen dëm tonë shoqënisë. I bëhen dëm tonë shoqënisë. Dhe ma tepër se na, askush nuk e ka vërtetuar këtë. Që njerëz pa përgjegjshëm, jo vetëm që i kanë bën dëm vetvetes tyne, po na kanë bën dëm edhe neve si shoqëni. Na kanë bën dëm edhe neve si popull, si kom, si shtet e të tjerë. Siç ka thënë pejgamberi alayhis salam, shoqënia duhet me qenë ajo që i parandalon veprimet e këqija. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush e sheh një të keqe, le të mundohet ta largon me dorën e tij. Po nëse nuk mundet, le të mundohet ta largon me gjuhën e tij, me oratorinë e tij. Po nëse nuk mundet edhe kështu, ka thënë pejgamberi alayhis salam, atëherë le të mos pajtohet zemra e tij me veprimet e këqija të shoqërisë apo të individit që po vepron keq. E kjo ka thonë në cilësi ma e dobët e imanit, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.